A keni menduar ndonjëherë se çfarë mund të bëni me lëvozhgat e vezëve pasi i keni përdorur për ushqim? Shumica prej nesh i hedhin direkt në mbeturina, por ajo që nuk dim është se këto mbetje të vogla mund të jenë thesare të vogla të vërteta për shtëpinë, kopshtin, madje edhe për shëndetin tonë. Sot do t'ju tregojmë disa mënyra kreative dhe të dobishme për t'i përdorur lëvozhgat e vezëve, dhe me siguri disa prej tyre nuk i keni dëgjuar kurrë më parë. Përdori në kopësht si plej natyral. Nëse ke kopësht, mos i hidh në plera. Ato janë thesar për kopshtin tënd. Të pajisura me kalcium, ato ndihmojnë në forcimin e strukturës së tokës dhe mbrojtjen e bimëve nga mungesa e këtij minerali. Për t'i përdorur si ple, thërmojnë mirë pas tharjes. Pastaj shpërndaj rreth rrënjëve të bimëve si domatet, specat apo trëndafilat. Kalciumi ndihmon në parandalimin e sëmundjeve si kalbja e majës së frutit tek domatet dhe përmirëson shëndetin e përgjithshëm të bimës. Madje, shtresimi i lëvozhgave të grimcuara në sipërfaqe i mban larg dhe disa dëmtues si kërmit apo insektet e vogla që mund të kalojnë mbi sipërfaqen e mprejtë të tyre. Përziej me kafe për një super ushqim për tokën. Nëse pi kafe çdo ditë, mos i hidh mbeturinën e kafes. Mblidhe pak kafe të përdorur dhe përzierje me lëvozhgat e grimcuara të vezëve. Kjo përzierje e pasur me kalcium, azot dhe lëndë organike krijon një nxitës të fuqishëm për tokën. Ajo e stimulon rritjen e gjelbër të bimëve. Është veçanërisht e dobishme për bimët që kanë nevojë për pak tokë acidike, si boronica, trëndafilat apo domatet. Thjesht shpërndaje përzierjen rreth rrënjëve të bimës ose përzieje me pak ujë për të krijuar një çaj bimor të natyrshëm. Kujdes, mos përdor kafe të aromatizuar ose me shtesa artificiale, vetëm kafe natyrale të zakonshme. Për të krijuar një tokë të pastër mund të krijosh një komposto duke i shtuar lëvozhgat e vezëve si një shtesë ideale. Ato dekompozohen lehtë dhe shtojnë minerale të rëndësishme në përzierjen e kompostit, sidomos kalcium dhe fosfor. Por, për më shumë praktik mund t'i mbledhësh në një enë dhe t'i mbash në ngrirje derisa të kesh mjaftueshëm për të përdorur kompostin. Disa kopshtar madje bëjnë edhe çaj lëvozhgash, i ziejnë me ujë për disa orë dhe më pas e përdorin ujin për të ujitur bimët. Kjo është një mënyrë e shpejtë për të transferuar lëndët ushqyese nga lëvozhgat drejt në tokë. Kjo është një mënyrë e shpejtë dhe tepër efikase për bimët. Mos e shiko ato kurrë si mbeturina. Mjafton pak kujdes dhe mund t'i shndërrosh në ple, mbrojtës natyral dhe lëndë ushqyese për bimët tuaj të preferuar. Përdori si pesticid natyral. Lëvozhgat e vezëve nuk janë vetëm të mira për ushqimin e tokës. Ato mund të funksionojnë dhe si mbrojtje natyrale për bimët e tua. Pasi ti thërmosh mirë, shpërndaj rreth bazës së bimës që shpesh sulmohet nga kërmit, si sallatat, lakrat apo lulet delikate. Pjesët e mprejta të lëvozhgave e bëjnë të vështirë kalimin e dëmtuesve si kërmit dhe insektet me trup të butë, duke i mbajtur larg pa kimikate. Kjo metodë është krejtësisht ekologjike, nuk dëmton tokën dhe është shumë efektive nëse aplikohet rregullisht pas ujitjes ose pas shirave. Në këtë mënyrë jo vetëm mbron bimët, por edhe kontribon në një midis më të pastër dhe më të shëndetshëm. Përdori për pastrim. A ke një tigan të djegur ose një enë me yndyrë dhe nuk të del lehtë? Lëvozhgat e vezëve mund të ndihmojnë. Merr pak lëvozhga të thërmuara dhe përzieje pak me detergjent enësh ose me pak uthull me ujë të ngrohtë për të krijuar një pastë gërryese. Fërkoje me një sfingjer të zakonshëm dhe shiko se si papastërtitë dhe yndyrna hiqen më lehtë. Lëvozhgat funksionojnë si një lëndë natyrale për pastrim, sepse janë të forta dhe nuk dëmtojnë sipërfaqen, siç mund të bëjnë kimikatet e forta. Kjo është një mënyrë e thjeshtë, e lirë dhe natyrale për të pastruar enët. Veçanërisht është e dobishme nëse përpiqesh të shmangësh produktet agresive në kuzhinë. Ki parasysh që mos ta lash në lavaman, pasi mund të bllokosh lavamanin, ose vendos një mjet mbrojtës në mënyrë që mbeturinat të mos kalojnë në tuba. Përndryshe është një metodë tepër efikase. Kalojmë tek veçoria tjetër.
Ajo heq njollat nga gotat ose filxhanët. Filxhanët e preferuar që përdor për kafe apo çaj shpesh njollosen nga përdorimi i shpesh. Në vend që të përdorësh kimikate, provo këtë truk të thjeshtë. Hidh pak lëvosh të grimcuar mirë në filxhanin e njollosur, shtoj pak ujë të ngrohtë dhe lëre të qëndrojë gjatë gjithë natës. Lëvoshgat e vezëve veprojnë si një agent natyral pastrimi që zbardh dhe heq papastërtitë, falë përmbajtjes së tyre minerale. Të nesërmen fërkoje pak dhe shpëlaje. Do të shohësh se si njollat e vjetra zhduken pa shumë përpjekje. Kjo metodë është perfekte për të dhënë filxhaneve dhe gotave një jetë të re, pa produkte të rrezikshme dhe me shumë efikasitet. Përdore si vazo për mbjelljen e farave. Lëvoshgat e vezëve, sidomos ato të hapura për gjysmë, janë perfekte për të nisur mbjelljen e farave. Merr një gjysmë lëvoshge, mbushe pak dhe bëje pjellore. Mbill një farë, për shembull një domate, një spec apo barishte. Lëvoshga ruan lagështinë dhe krijon një ambient të ngrohtë për të mbrojtur mbjerrjen e farës. Kur fidani rritet mjaftueshëm, mund ta mbjellësh direkt në tokë pa e nxjerrë nga lëvoshga. Ajo do të shpërbëhet natyrshëm dhe do të ushqejë rrënjët e reja me kalcium dhe minerale të tjera të dobishme. Kjo është një mënyrë ideale për të rritur bimë në mënyrë natyrore pa përdorur plastik dhe pa dëmtuar rrënjën gjatë rasplatimit. Një zgjidhje ekologjike dhe shumë praktike për çdo kopshtar fillestar apo të avancuar. Rrit barishte në to, ideale për dritare. Nëse ke pak hapësirë në shtëpi, por dëshiron të rritësh barishte të freskëta si majdanoz, borzilok apo qep të njoma, provo t'i mbjellësh në lëvoshga vezësh. Mbush çdo lëvoshk me dhë të lehtë dhe mbill disa fara barishtes. Vendosi në një kuti vezës dhe lëri pranë dritares me dritë natyrale. Pas disa ditësh do të shohësh gjelbërimin të çelë edhe pas disa javësh do të kesh erëza të freskëta që mund t'i përdorësh në gatim. Ky mini kopës është perfekt për kuzhinën tënde, jo vetëm që kushton hapësirë, por të sjell aromë freski dhe kënaqësi çdo ditë, një mënyrë argëtuese për të sjellë natyrën në shtëpi. Kthej në vaza dekorative me stil. Lëvoshgat e vezëve nuk janë vetëm praktike, ato mund të kthehen edhe në dekore të bukur dhe unik. Me disa lëvoshga të pastruara dhe të thara mirë, lyej me bojëra të lezetshme ose dekoroj me lapsa ngjyras, ngjitse ose shkëlqyes, glitter. Pastaj mbushi me pak dhe mbill në to bimë të vogla si sukulent, lule të vogla të imta, barishta aromatike. Vazët të tilla të vogla janë ideale për zbukurime tavoline, për t'i vendosur pranë dritares apo si dhurata të vogla plot dashuri për miqt. Janë të lehta për t'u bërë edhe me fëmijët sjellin një frymë krijuese të freskët në çdo ambient. Është një ide e thjeshtë por shumë efektive që kthen mbeturinat në art. Projekte artizanale dhe mozaik. Lëvoshgat e vezëve mund të shndërrohen në materiale të bukura për projekte artizanale. Pasi t'i pastrosh, t'i lash, mund t'i ngjyrosësh me bojë akrilik ose akuarel. Thërmoj në copëza të vogla dhe përdori për të krijuar mozaik shumë ngjyrës mbi karton, dru apo qelç. Janë të mrekullueshëm për aktivitete kreative me fëmijët, mund të krijosh figura si peq, flutura, lule apo zbukurime festive për festa dhe pushime. Kjo është një mënyrë zbavitëse për të ricikluar, për të kaluar kohë cilësore me fëmijët apo për të krijuar një dekor unik me një prekje natyrale. Përdorimi i tyre në art jo vetëm që ndihmon mjedisin, por nxit edhe imagjinatën krijuese. Ushqim për pulat, burim natyral kalciumi. Nëse ke pula në obor, lëvoshgat e vezëve janë thjesht një thesar i vërtetë ushqyes për to. Pastroni mirë lëvoshgat, thani dhe më pas thërmojni në copa të vogla. Shtojini në ushqimin e tyre të përditshëm. Pula do të përfitojë një sasi të madhe kalciumi që i ndihmon për të prodhuar vezë më të forta me lëvoshk më të trashë dhe më të shëndetshme. Kjo metodë është një mënyrë perfekte për të krijuar një cikël të mbyllur dhe natyral, nga veza për pulën dhe prap tek veza. Plus, kurseni para dhe shmangni nevojën për suplimente artificiale, një zgjidhje e zgjuar për çdo familje që mban pula. Mpreje thikash dhe pastrim i blenderit.
Një përdorim pak i njohur por shumë efektiv i lëvozhgave të vezëve është për mprehjen dhe pastrimin e blenderit ose të thikave. Mjafton të grumbullosh disa lëvozhga të thata, t'i shtypësh pak dhe t'i hedhësh në blender me pak ujë. Aktivizo blenderin në disa sekonda. Grincat e forta të lëvozhgës ndihmojnë në mprerjen e tehut dhe njëkohësisht heqin mbetjet e ngjitura në brendësi. Pas kësaj, shpëlajini mirë blenderin dhe do të jetë më i mpret dhe më i pastër. Është një mënyrë natyrale, pa kimikate dhe pa kosto për mirëmbajtjen e pajisjeve tuaja të kuzhinës. Përdori për lëkurën dhe plagët. Lëvozhga e vezës, përveç përdorimeve në kopësht kuzhinë, ka dhe veti të dobishme për lëkurën. Membrana e hollë që gjendet në brendësi të lëvozhgës ka veti qetësuese antibakteriale dhe ndihmon në rigjenerimin e qelizave të lëkurës. Në rast i irritimi puçësh apo thuckash, mund të marrësh një copë të kësaj membrane dhe ta vendosësh mbi zonën e prekur. E le në lëkurë derisa të thahet dhe më pas e shpëlan me ujë të vakët. Kjo ndihmon në zbutjen e inflamacionit dhe përshpejton shërimin. Është një kurë natyrale dhe ekonomike që shumë njerëz e përdorin si pjesë të rutinës së tyre për kujdesin ndaj lëkurës. Provoje dhe shijo efektin e membranës së butë të vezës. Mbajtës e përqëri dekorativ. Lëvozhgat e vezëve mund të kthehen në mbajtëse të mrekullueshme përqëri dekorativ. Pasi ti pastrosh me kujdes dhe ti thash, mundohu të mos i krisësh dhe t'i thyesh. Pastaj mbushi me dyll të shkrirë dhe vendos një fitil të hollë në qendër. Për një prekje të veçantë mund të shtosh disa pika vaj esencial për një aromë apo një ngjyrë dhe pamje tërheqëse. Vendosi mbi pjata dekorative apo një mbajtëse interesante. Është një mënyrë kreative dhe që të sjellë humor dhe qetësi. Eksperimente shkencore për fëmijët. Lëvozhgat e vezëve janë ideale për eksperimente edukative që ndihmojnë fëmijët të mësojnë duke luajtur. Një nga eksperimentet më të njohura është ai me uthull. Vendos një vezë me gjithë lëvozhg në një gotë me uthull dhe lëre për 2 ose më shumë ditë. Aciditeti i uthullës do të shpërbëjë lëvozhgën duke treguar se si funksionon procesi i tretjes së kalciumit. Një tjetër lojë zbavitëse është ngjyrosja e lëvozhgave me bujra për të mësuar si funksionon përthithja. Eksperimente janë të thjeshta, të sigurta dhe stimulojnë kuriozitetin shkencor që në moshë të vogël. Të mësuarit nuk ka pse të jetë i mërzitshëm. Nëse nuk e ke menduar më parë, tani e di se sa të vlefshëm mund të jenë lëvozhgat e vezëve, nga kopshti deri te kujdesi për lëkurën apo zbukurime shtëpiake interesante. Po ty, cila ide të pëlqeu më shumë? A ke provuar ndonjë nga këto? Na shkruaj në koment sepse mezi presim të lexojmë mendimet dhe përvojat tuaja. Nëse të pëlqeu video, mos harro të klikosh butonin pëlqej dhe të shpërndash me miqtë tu që pëlqejnë ide kreative dhe praktike. Abonohu në kanalin ton dhe shtyp zilën për të mos humbur videot tona të ardhshme me këshilla, truke interesante për jetën e përditshme dhe plot informacione interesante. Faleminderit që qëndrove me ne deri në fund. Do të shihemi në videon tjetër.